Universiteti AAB në Gjakov ka 4 vite që është hapur dhe 3 vite që është dalur në objekt të ri, ku janë 4 degë të fakulteteve dhe studimet i ndjekin rreth 1000 student. Drejtori i Universitetit AAB në Gjakov, Jusuf Çarkaxhia, thotë se në Gjakov do të hapet edhe Fakulteti i Shkencave Kompjuterike në vitin tjetër. Sigurisht do të rritet edhe numri i degëve, domethënë fakulteteve tjera, edhe shpresojmë se shpejt do të fillojmë edhe me programet e masterit, aty ku ka nevojë, sidomos në Fakultetin e Ekonomisë. Në këtë universitet e veçanta është sepse studentët gjejnë të gjithë literaturën që ju duhet në ambientet e bibliotekës dhe kushtet për studime janë të standardeve të larta. Prej vetit në vit ekziston tendenca e rritjes. Kushtet e mësimit janë të mira, janë të kënaqshme dhe për të gjithë ata të cilët kanë nevojë për mësime janë ato që duhen të jenë. Edhe biblioteka, edhe laboratorat, edhe pajisjet të tjera. Universiteti AAB Qendra në Gjakov së shpejti pritet të hapë edhe magjistraturën për Fakultetin e Ekonomisë dhe do të rritë edhe më shumë numrin e studentëve në Gjakov.